Përshëndetje miq, mirë se erdhët në edicionin ton të 5 të Blokonomi Podcast. Ky edicion i dedikohet sipërmarrësve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, që mund të jenë të nominuar në 14 under 14, 50 under 50, mund të jenë pjesë e komunitetit të Blokonomi apo edhe anëtarë të Entrepreneur Club. Sot ne do shkojmë në industrinë të bukur, se quaj unë gjithmonë. Kemi të ftuar në podcast Iva Vaso, e cila është themeluese e Skin Or Medical Clinic dhe Skin Or Academy. Iva, përshëndetje. Shumë faleminderit që na erdhe sot në podcast. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia është një. Edhe jona. Ne sot do flasim shumë për rrugtimin tënd biznes. Si e ke nisur, kush është Iva, çfarë shërbimesh ofron, dhe mbi të gjitha jemi kurioz të dimë se si ka ndryshuar industria në këto plus 10 vite që ti je pjesë e industrisë së të bukurës në këtë tregun ton, të Shqipërisë apo edhe të Tiranës. Kur ti Ive nise, ka pasur një mendim ose ndonjë moment të caktuar që ke thënë, ky është drejtimi im, apo në vitin tënd të parë, apo në vitet e tua të parë gjithmonë ke qenë atë dilemën, jam apo unë nuk jam në rrugën e dur me Skin Or-in? Në fakt të thoja që nuk ka pasur një moment të vetëm kur unë mund ta kem menduar, por ka qenë më shumë si një proces. Të paktën unë kështu e shikoj tani, mbas 10 vitesh. Ka qenë një proces i vazhdueshëm. Patjetër ka pasur një impuls të parë, si kushdo, pra ajo shkëndija e muzës së parë, kur unë doja ta përqafoja të bukuroj si profesion, por ka qenë një proces i gjatë, i vazhdueshëm, dhe kur ti pastaj shikon realizimet, kur ti shikon arritjet e tua dhe mbi të gjitha kur ti kupton impaktin që ke lënë tek njerëzit, tek pacientët, atëherë thua po, kjo ka qenë rruga e duhur. Dhe unë jam absolutisht e bindur që ky ka qenë fati im profesional. Ke pasur frikë momentin e parë që hapa? Absolutisht po. Frika ka qenë e madhe, sepse vendosa të ngre një biznes apo një nismë, sepse në atë kohë që unë vendosa të krijoj dhe të themeloj Skin Or Medical Clinic, nuk e mendoja si një biznes, ishte një nisëm e bukur, por për mua por tejet sfiduese, sepse ishte gjithçka nga zero. Te isha vetëm mbi të gjitha, në të mirë apo në të keq. Po kur ti shikon pastaj rezultatet konkrete tek pacientët, tek njerëzit, kupton që ky është një impakt, që profesioni është një impakt jo vetëm në krijimin e së bukurës, por dhe në jetën e njerëzve dhe pacientëve tani. Kjo frika jote e fillimit, nuk e di nëse të ka shoqëruar dhe më mbrapa, edhe në një moment i caktuar që ndoshta të lodhës, është ajo ligjenda urbane që ti vendos të heqësh dorën nga të punorit 9-5 për të kthyer në të punorit 9-9 ose orar pa orar. Ka pasur momente të caktuara në këtë rrugtimin tënd plus 10 vite që ke thënë do heq dorë? Ka pasur sfida. Dhe sfidat nuk kanë qenë pak, por për mua kanë shudhyer gjithmonë si karburant, dhe asnjëherë si një tërheqje apo një arsye për të hequr dorë, asnjëherë. Dhe ka pasur sakrifica, besoj. Shumë sakrifica. Mban mend për te më të madhen tënde në këto 10 vite sakrifica që ke bërë për të pasur një klinik shumë të suksesshme? Shiko, se për te imazhit të suksesit që shihet sot në rrjetet sociale apo që njerëzit mendojnë, ekziston një rrugtim i gjatë dhe i mundim shumë sakrificash. Sakrifica në aspektin personal, sepse nuk është e thjeshtë që të kombinosh dhe të kombinosh bukur gjithmonë duke ruajtur standardet, jetën profesionale, jetën si nën. Unë jam nën e 2 djemve, pra nuk është e lehtë që ti të fillosh të përqafosh një profesion të ri dhe të ruash standardet, të krijosh standardet dhe të ruash këto standarde në kohë. Është një punë e lodhshme, sfilitse, ka pasur momente kur më zhdukur sikur asnjë nga gjërat nuk po bëj mirë, as anën profesionale, as aspektin e mëmësisë, por pastaj secili prej nesh e kupton shumë mirë se ku qëndron, dhe unë them që ka gjithmonë një rrugë për të sinergjizuar pjesët tona dhe për të sjellë në harmoni atë çka duam të bëjmë, pa hequr dorë. A ka kompromise të vogla? Gjithmonë ka kompromise të vogla. Do të gënjeja nëse do të thoja që nuk ka kompromise të vogla, por e rëndësishme është që këto kompromisa mos kompromentojnë shtyllat e asaj çka ne kemi vizionin për të bërë. 10 vite në treg, apo jo me 10 vite në treg. 8 vite është Skin Or Medical Clinic. Si ka ndryshuar tregu estetik në këto 10 vite? Dhe kur pyes për tregun, flas si nga ana e atyre që ofrojnë shërbimin,
Apo dhe nga ana atyre që e blejnë shërbimin, kanë ndryshuar të dyja palët, apo njëri prej tyre është duke ecur aq shpejt sa që e bën klientin të kërkoj për te çfarë ndoshta mund të jetë e shëndetshme, apo çfarë ndoshta ai mund të dojë të duket bukur në rrjetet sociale, apo të duket bukur në kamerë, apo të duket bukur në media pastaj. Tregu ka ndryshuar, do të thoja, për mirë. Nëse duan të shikojmë tablon e gjerë, tregu ka ndryshuar për mirë. Edhe në aspektin e ofrimit të shërbimeve, është diçka të jetë pozitive që një vend i vogël si Yni ofron sot, do më thënë tregu në industrinë e estetikës dhe estetikës mjekësore, ofron të gjitha llojet e trajtimeve, qoftë në aspektin teknologjik, pra të aparaturave mjekësore estetike apo dhe vetëm estetike, qoftë edhe në pjesën e procedurave estetike, mjekësore estetike, ofron gjithçka që ti ke jashtë. Pra pothuajse të gjitha kompanitë e huaja sot janë këtu dhe një pjesë e tyre do të thoja është fat që e kemi dhe si përfaqësi këtu. Pra ka kompani shqiptare që kanë përfaqësinë e tyre. Ky është aspekti pozitiv në rritjen e tregut të estetikës edhe mjekësisë estetike. Për sa i përket pacientëve apo njerëzve në tërësi, unë do të thoja që janë bërë më të vetëdijshëm për mirëmbajtjen e tyre. Risku që unë do të thoja duhet farë me shumë kujdes është se në morinë e gjithë këtyre trajtimeve që ofrohen dhe procedurave, risku është tek eksagjerimi. Pra, çdo e mirë ka një të keqe. Po kur është masa? Kur është masa? E kupton klienti, nëse nuk e kupton klienti ose pacienti, se emërtimi janë ndryshme dhe pacient. Po, emërtime të ndryshme në industri të ndryshme. Unë konsideroj më shumë pacient, po realisht në aspektin ekonomik. E sugjeron ti klientin apo ka momente të caktuara që klienti do një gjë që për të është brenda normës, po për ty është është e egzageruar? Ka gjithmonë pacient që vinë me një ide fikse. Unë do bëj këtë procedurë. Mirë po, unë do të thoja nga eksperienca ndër vite, do të thoja që janë të pakët individët, njerëzit, që e njohin lëkurën e tyre, që e njohin problematikën e tyre. Çka do të thotë që një problematikë e caktuar në lëkurën tonë, në fytyrën tonë, nis në një rajon anatomik të caktuar dhe ti shikon vetëm pasojën. Dhe këtë mund ta korrigjoj, e para mund ta detektoj, pastaj ta korrigjoj vetëm syri një mjeku, një profesionisti që merret në këtë rast, në rastin tonë me lëkurën. Kështu që pacientët shpesh herë vinë me ide të tyre, por është profesionalizmi jon, komunikimi jon, etika jon, që duhet t'u shpjegoj atyre që jo, ti nuk je kandidat, por këtë trajtim që po kërkon. Gjithmonë unë jam pro shoqërimit të kësaj jos me argumenta bindëse profesional. Edhe një fëmijë nëse ti thua jo, duhet ta bindësh me argumenta. Aq më tepër një i rritur që ka ardhur me një pritshmëri të caktuar, dhe kur kjo procedurë nuk mund të kryhet, dhe arsyet mund të jenë që nga estetiket, të jashtmet edhe fiziologjiket gjithashtu. Pra, mund të ketë dhe patologji të caktuara apo çrregullime të caktuara në sistemin e tyre, në trupin e tyre që nuk i lejon që të kryejë një X procedurë. Dhe ti refuzon që janë gjetur protokoll ose përgjigjja është jo, sepse ne nuk mund të bëj kompromis me integritetin, me etikën time profesionale. Kjo është aja në fushën tonë. Pastaj hajde le të krijojmë të bukurën, të bëjmë gjëra të bukura, por gjithmonë duke pasur në dritë syrit shëndetin e lëkurës në radhë parë dhe të organizmit në tërësi, sepse duhet thënë që lëkura është një organ dhe është organi i dytë më i madh në trupin tonë mbas zorrës së hollë dhe është një organ që ndërvepron me shumë sisteme të tjera. Është po aq e vërtetë që nëpërmjet lëkurës sonë shprehen çrregullime dhe patologji të ndryshme që ndodhin në sisteme të tjera, pra duhet pasur vëmendja dhe vigjilenca për ta lexuar dhe kuptuar më parë lëkurën. Pastaj hajde ta trajtojmë dhe ta zbukurojmë. Çfarë ndodhet në industrinë e të bukurës nëse estetika do zhdukej ose do e hiqni me estetikën? Nëse do të dëshdukej përfundimisht? Po, do e hiqni konceptin e estetikës dhe si do perifrazove e bukur aty jashtë në treg, se ka ca metër matos tani në shoqërinë që janë vendosur për konceptin e të bukurës, me prezencën e estetikës. E vërtet. Kjo pyetja jote është ka shumë për të diskutuar dhe estetika e bukura, kozmetologjia, pra shkenca e së bukurës, nuk ekziston sot. Ka ekzistuar mira
vite më parë, shekuj, qindra shekuj më parë, dhe ka pasur një impakt, edhe pse jo me kaq zë siç është sot, po kanë pasur një impakt shumë të fortë në fusha të ndryshme, në politik, në fushë shoqërore, në ekonomi. Mos harroni që në antikitet femrat e bukura, po flasin të Shtresës së lartë, kanë pasur një impakt shumë të madh në zhvillimin e luftrave apo jo, në vendimet ekonomike apo politike të shteteve të asaj kohe. Megjithatë vim në ditët tona, unë mendoj, nëse do të zhdukej krejt koncepti estetikës, njerëzit do t'i riktheheshin mirëmbajtjes së tyre në kushte siç ka qenë dikur. Pra me produkte bimore, me produkte shtazore, me produkte ushqimore, ku futen të dyja këto. Pra do t'i riktheheshin një mirëmbajtjeje në kushtet e shtëpisë. Po nuk do të ishte mirë në mendimin tim që të zhdukej krejtësisht. Ndoshta do duhet të zhdukej ose të eliminohej për disa vite, që të kuptohet rëndësia që ka dhe ndoshta dhe të riformatohen disa koncepte të gabuara të estetikës. Është bërë estetika më e lirë për të shtrirë gjerë në popullsi, apo ti e konsideron të shtrenjtë akoma për masën e Nuk është problemi si e konsideroj unë, pa kjo është në raport edhe me vendin ku jeton. Gjithsesi, duhet thënë që nëse në po themi 1 shekull më parë ose 2 shekuj më parë, të gjitha procedurat estetike si përfaqësore, ko flas sepse në atë kohë nuk bëhej fjalë për procedura estetike mjekësore, është një shkencë tejet e re, të gjitha procedurat estetike si përfaqësore, pra jo invazive, kanë qenë luks dhe kanë qenë vetëm pjesë e sërrës e shtresave të fisnikëve. Sot është hapur kjo, dhe kur them kozmetologji, se tek e bukura nuk futet vetëm trajtimi i lëkurës, futet mirëmbajtja e flokëve, mirëmbajtja e anekseve, siç janë të lëkurës, siç janë thojt, pra kjo është masivizuar. Por duhet thënë që në vendet si tonat, procedurat e mjekësisë estetike janë të shtrenjta për nivelin që kemi ne, për nivelin ekonomik që kemi ne. Mos harroni që kemi një rrokë mesatare diku te 500 euro në muaj, në mos gaboj. Pra, kur ty një injeksion biorevitalizues të kushton rreth 200 deri në 300 euro, mund të më thuash se si mund të përballohet. Pra, janë trajtime luksi. Por për të arritur deri tek këto trajtime, unë sepse nuk dua që të demotivoj ata që nuk mund t'i bëjnë. Estetika ka të bëjë me mirëmbajtjen, ka të bëjë me kulturën se si ti sillesh me lëkurën tënde dhe me organizmin tënd. Pra, nuk dua të demotivoj ata që nuk mund t'i bëjnë dot, sepse estetik mund të thotë vetëm injeksione. Estetik është një koncept i gjerë, është një mënyrë e të jetuarit. Shumë interesante. A ka një betejë të tënde në këtë industrinë e estetikës që ti e duke luftuar midis komercializimit edhe të bërit mirë të gjërave? Është një betejë e heshtru në fakt që unë e përjetoj çdo ditë me veten, ai sa shpesh më duket sikur jam e distancuar nga tregu, ka herë të tjera që tentoj të futem në ritmin, por pa komprometuar standardet e mia. Kryefjala ime në këtë profesion janë standardet. Për to kam luftuar qysh prej kohës që e kam themeluar klinikën dhe për to luftoj enda. Edhe kur kjo ka të bëjë me të ardhura më të vogla financiare, edhe kur kjo ka të bëjë me faktin që duhet thënë jo, sepse jo është më pak të ardhurën në fund të muajit për biznesi me në fund të muajit. Por kjo jo ndikon Kjo jo i shërben vizionit tim dhe absolutisht ndikon në krijimin e pacientëve apo klientëve afatgjat. Qëllimi im në këtë fushë është që unë t'jem jo sot, po t'jem sikur se jam tani mbas 10 vitesh, dua t'jem prapë mbas 10 apo 20 vitesh në këtë treg. Dhe kjo krijohet vetëm duke ruajtur standardet dhe kjo është betejë ime më e madhe. Ne në Blekonomi kemi krijuar Entrepreneur Clubit me qëllimin që të gjejmë sipërmarrës të cilët ndajnë të njëjtat visione, misione, problematika. Në industrinë tënde, ke ti të ngjashëm me misionin dhe vizionin që ti do ta çosh para industrinë e estetikës, se me ose pa dashje secili prej nesh ndikon në treg, ndikon duke thënë po, ndikon duke thënë jo, ndikon imazhin e tij. Patjetër, që kjo është mbi të gjitha, se secili prej nesh mund të thojë po unë e dua pa kompromise industrinë, ndërkohë që në mënyrë të heshtër ti vendos të bësh kompromise. Ke ti të ngjashëm në këtë industri
me veten tënde aty jashtë, shiko, është ajo le të themi diskutimin e heqë që ku do e çojmë industrinë e të bukurës këto 5 vite, këto 10 vite. Unë jam e lumtur të them që me këtë vizion të standardeve, të integritetit, të sigurisë mbi të gjitha, sepse mos harrojmë që po flasim për mjekësi estetike dhe që është ngushtësisht e lidhur me fiziologjinë e organizmit. Dhe jo vetëm mjekësia estetike, po shpeshherë nuk e kuptojmë kur u them që edhe trajtimet jo invazive që kanë të bëjnë me estetikën bazë janë të lidhura ngushtësisht me fiziologjinë e organizmit tonë, ne me shëndetin apo patologjinë. Pra, domethënë varësisht se si është gjendja. Dhe absolutisht që ne jemi shumë, mund të thënë, dhe prej kësaj shumë ka disa prej nesh që e kanë këtë vizion, dhe jo vetëm e kanë, por edhe e transmetojnë. Dhe ti mund t'u lexosh paralel profilin, qoftë edhe profilin social, se kush është ai mjek estetist që nuk i bën këto kompromise, por e realizon profesionin e tij dhe procedurat duke pasur në dritë të syrit integritetin, sigurinë mbi të gjitha të shëndetit pacientit. Dhe kjo është sfida. Dhe kjo është sfida jonë. Dhe unë mendoj që dhe në botë ka filluar një lëvizje e tillë, po të shikosh ka në rrjetet sociale apo në kongrese të ndryshme, pastaj që siguria është kryefjalë, siguria shëndetësore mbi të gjitha është kryefjalë. Ishte një periudhë caktuar kohore ku u vendos në mos gaboj dhe po diskutohej që Snapchat dhe Instagram të ishin filtrat në mënyrë të tillë që aty në mas të kuptohet që nëse ti ke vendosur një filtr i cili vjen nga kamera, nuk do të thotë që ti je ky që je duke transmetuar. Edhe unë doja të ktheja pyetjes, sa kanë ndikuar social mediat në të vendosur të një standardi që ndoshta nuk është i shëndetshëm për gjeneratën e re? Ndikon. Social media. Për mirë, domethënë sepse unë do të thoja që tek gjenerata e re, shiko, unë nuk jam kurrë për ti standardizuar fenomenet. Është vetëm i keq apo është vetëm i mirë? Social media ka benefitet e veta që të tërë ne i shijojmë, por ka dhe pjesën e vet negative. Tani, domethënë impakti më negativ që unë shikoj është tek moshat e reja. Është tek shtrëmbrimi i imazhit që ato kanë për veten e tyre në radhë parë dhe tek pritshmëritë pastaj që kanë nga mjeku estetik. Pra, vinë me një foto më bëj si që është krejt filtra. Ndoshta mund mos jetë foto e tyre, është foto e një modele X blogere apo nuk. Më bëj si kjo. As ajo vet nuk është si ajo. As ajo vet nuk është ajo. Pra, në këtë sens kanë ndikuar në vetbesim, në shtrëmbrimin e mënyrës se si ato shohin veten. Me kalimin e moshës, ky fenomen edhe ky impakt ulet pastaj, sepse sa më të rriturat janë, aq më me këmbë në tokë janë, por këtu unë them gjithmonë që është edhe pjesa jonë. Pra, është një pjesë shumë e rëndësishme, konsulta me pacientin apo me klientin tonë, që ti ndërgjegjësojmë dhe ti vendosim me këmbë në tokë çfarë bëhet dhe çfarë nuk bëhet. Në qartë. Unë do doja të kthej në fakt biznesit. Si lindi emri Skinon? Or, në fakt nuk është vetëm një mbiemër. Or është gjurma e artë mbi lëkurë. Kjo gjurmë ajo gjurmë që unë kam dashur të lë gjithmonë, dhe e krijuar nëpërmjet viteve të gjata, studimesh, sakrificash, sikurse i folëm pak më parë, pra gjithçka që fshihet mbas suksesit. Është një koncept që shkon përtej një lëkure të bukur, që një lëkurë të jetë e shndritshme, sikurse floriri, ka shumë punë pasaj dhe nuk është një punë që na përket vetëm ne si profesionistë. Në fakt, e bukur është në koncept. Një lëkurë e bukur, një lëkurë e bukur për të parë, është një lëkurë që fillon si një filozofi e brendshme në radhë parë, sepse nuk ka bukuri jashtë pa pasur bukurinë brenda. Vetë bukuria brenda është koncepti i gjerë i shëndetit, i mirëqenies, i ekuilibrit, atij ekuilibrit trup, mendje, shpirt, që më duket sikur është bërë klishe, por që është shumë i rëndësishëm, se po ti shkosh për thellë, në këto tre këndësh është një punë shumë e madhe. Po, në këto tre këndësh ti te cila kontribon, domethënë apo është punë e pacientit që duhet merret me dy të tjera, ndërkohë që ti merresh me atë të lëkurë. Është e pamundur që kur ti e dashuron shumë një profesion apo profesionin tënd, siç e dashurojnë në këtë rast, është e pamundur që ti të ndalesh vetëm në një drejtim. Ti kupton, dhe kjo është një pjesë shumë e bukur e profesionit. Mund të them që pjesa më e bukur e atyre outputeve që unë marr është që ti kupton që ky profesion nuk është vetëm
nuk janë vetëm procedurat e trajtimet mbi lëkurë. Ti ndikon në cilësinë e jetës të këtij njeriu, duke i bërë apo dhe duke mos i bërë. Ka pasur shpesh raste kur unë kam thënë jo. Jo, nuk jetë. Për shembull, vjen një paciente dhe thotë çiko duat bëj buzët. Dhe përgjigjja është jo. Sepse unë e shikoj të bukurën e bukura është harmonizimi i tipareve. E bukura nuk është një tipar më vete, buzë të bukura. Mund të jenë dhe buzë jo perfekte, jo të aq të bukura, por që qëndrojnë bukur dhe harmonizohen me tiparet. Dhe kam thënë jo, e kam bindur, edhe profesionalisht, edhe fiziologjikisht, edhe artistikisht, por edhe psikologjikisht. Që të qëndrojnë janë buzët që të duhen. Mund të duhet një kohë me veten, mund të duhet një reflektim me veten. Pra, është e pamundur që ne të qëndrojmë vetëm në sferën tonë. Ti e kupton që dashje pa dashje bëhesh pjesë e ndjenjave dhe historisë njerëzore. Dhe unë mendoj që kjo është pjesa më e bukur e këtij profesioni. Ne folëm pak për social media dhe impaktin që ajo ka. Ti në biznesin tënd, kush është influenceri që të mirë personifikohen apo vetja jote është mjaftueshëm për të përcjellë atë mesazhin e dur tek klienti fundor? Unë në fakt përdor imazhin tim për të përcjellë atë çka dua të transmetoj dhe mbi të gjitha filozofinë time se si e shoh unë të bukurën, se si dua ta ndërtoj unë të bukurën dhe edhe mesazhin se si dua të sillem unë apo qëndrimin tim karshi agresivitetit mendoj unë dhe impunimit madh që po ndodh me rrjetet sociale dhe në social media. Është pa e vërtet sa që shpesh herë unë mendoj që profilet e mia në Facebook dhe në Instagram që lidhen me klinikën, unë i kam edhe personalizuar në kuptimin që mund të ndaj momente nga jeta me fëmijët, nga jeta me qenushën time, nga një koncert apo opera që shkoj, një moment me miqsin, pra apo dhe çështje sociale dhe politike, sepse ne jemi njerëz në radhë parë. Nuk jemi vetëm profesionist, pra nuk kam dashur që të krijoj një imazh të ftohtë të një mjekeje estetiste, ku ne vetëm trajtojmë dhe të këshillë dhura, sepse për mua aspekti dhe dimensioni njerëzor është shumë i rëndësishëm, edhe kur bëhet fjalë për të gjykuar apo për të vlerësuar një profesionist. Dhe kjo vlen për çdo profesion në shojunsh. Dhe unë kam dashur që njerëzit, pacientët, qoftë ata që janë apo ata që do duan që të afrohen, duhet ta njohin dhe dimensionin njerëzor. Është shumë e vërtetë që individët tani më lidhen shumë me figurën atij që fshihet mbrapa sipërmarrësve. Ka ndonjë rregullim që do i bëhet ti tregut estetik në Shqipëri apo ti mendon që është shumë mirë i rregulluar dhe s'ka nevojë për ndërhyrje të tjera? Jo, tregu i mjekësisë estetike, por dhe i estetikës duhet të them, sepse janë dy profile, estetika bazë dhe estetika mjekësore, që kanë tangente mes tyre, absolutisht kanë tangente, dhe pse mendohet që nuk kanë. Absolutisht është në kaos, të thoja, dhe kjo nuk vjen vetëm nga fakti që kjo është një industri e cila është në bumin e vet, dhe absolutisht duke pasur dhe duke gjeneruar të ardhura, një pjesë shumë e madhe janë drejtuar në këtë industri. Do të thoja, pjesë shumë e madhe kanë parasysh edhe ata që nuk dalin nga Universiteti i Shkencave Mjekësore. Pra janë dhe profile tjera që duan ta përshafojnë si shkencë. Dhe unë do të thoja që këtu duhet të ekzistojë një ndarje. Estetikën bazë mund ta përshafojnë si shkencë edhe ata që nuk dalin nga shkencat mjekësore. Ndërsa për sa i përket mjekësisë estetike, duhet të jetë ekskluzivisht për ata studentë që dalin nga Universiteti i Shkencave Mjekësore. Këtu akoma ka vend për ta rregulluar, por unë mendoj që nuk ka vullnet as politik, as akademik, as shoqëror, as nga asnjëri tjetër nuk ka vullnet për ta rregulluar, dhe jetojmë akoma dhe punojmë në këtë sferën edhe në këtë problematikën e informales. Kështu që nëse do të ishte në dorën time, unë do të krijoja, do të themeloja masterin e mjekësisë estetike në Universitetin e Mjekësisë së Tiranës, ku do të jepja mundësinë se cilit student që del nga shkencat mjekësore, qofshin këta mjek, farmacist, infermier, stomatolog, teknik laboratori, sepse të gjithë studiojnë lëndët mjekësore, nuk kemi shumë kohë besoj që ta, dhe
të gjithëve i duhet dhënë mundësia për të kryer një master të tillë, një master që mund të jetë 2 ose 3 ose 4 vjeçar, sipas kurrikulave që do të vendosen, por që do të jetë pjesë e strukturës universitare, pjesë e monitorimeve prej institucioneve shtetërore, për të nxjerrë pastaj profesionistë të fortë, të diplomuar, të licencuar dhe mos punohet në këtë tregun informal që jemi. Kjo do ishte zilja. 60 sekonda me një përgjigje shumë të shpejtë çfarë do të thotë për ty secila prej koncepteve. Çfarë është bukuria për ty me një fjalë? Harmonizim. Estetika pa etik çfarë është për ty? Rrezik. Cili është trendi që është aktualisht në treg, por do zhduket brenda 5 viteve në Absolutisht egzagjerimi. Po zhduket. Egzagjerimi po zhduket. Egzagjerimi në ndërhyrje, në procedura. Trajtimi më i keq interpretuar. Do të thoja injeksionet e toksinës botulinike, botoksit. Okej. Dhe një mit që duhet të vdesi me patjetër. Miti që duhet të vdesi është e përsosura dhe kjo uria për rinin e përjetshme. Nuk ekzistojnë asnjëra. Shumë interesante. Dhe e fundit fare lidhet me Ivën, 18 vjeç, shumë kohë më përpara. Supozoj që e ke tani përballë. Cili është mesazhi do jepi ti vetes tënde 18 vjeç duke parë këtë rrugtimin tënd plus 20-30 vite në tregun e industrisë profesionale? Ivës do të thoja që bukuria nuk është një standard për t'u arritur. Bukuria është një filozofi, është një mënyrë jetese e cila ndërtohet ditë pas dite. Nuk ka procedura të shpejta, nuk ka procedura çuditëbërëse, por ka mënyrë, ka stil të jetuarit, stil të menduarit, filozofi të bërurit të gjërave, në mënyrë që e bukura të ndërtohet ditë pas dite dhe të finalizohet pastaj me harmonizimin e trupit, mendjes dhe shpirtit. Shumë faleminderit për këtë bisedë, kënaqësi i vitit 1 edhe për ne. Faleminderit dhe ju miq që na ndoshët, bashkë do shihet të mërkurëm në orën 20. Nga unë Blerina, natën e mirë.